Shtetet e Bashkuara kanë hedhur një hap të ri në mbështetjen e tyre për Ukrainën pasi dhoma e përfaqësuesve miratoi projekt ligji në Ukraina Support Act, i cili është bllokuar për muaj të tërë në Kongres. Votimi u mbyll me 226 vota pro dhe 195 kundër, ndërsa një pjesë e republikanëve u shkëput nga linja politike e presidentit Donald Trump duke votuar në favor të paketës. Në total 18 republikanë ju bashkuan demokratëve së bashku me një ligj vënës të pavarur duke siguruar miratimin e saj. Paketa parashikon mbi $1 miliard ndihmë direkte për Ukrainën, si dhe në $8 miliard kredi për forcimin e ekonomisë dhe kapaciteteve mbrojtëse të vendit. Përveç mbështetjes financiare, ajo përfshin dhe sanksione të reja ndaj Rusisë, duke goditur sektorët financiar, energjetik dhe minierave, si dhe zyrtar të lartë rus. Ambasadorja e Ukrainës në SBA e ka cilësuar votimin si një sinjal të fortë të vazhdimit të mbështetjeve dypartjake për Kievin në një moment kritik të luftës. Megjithatë, përpara se të kthehet në ligj, projekt ligji duhet të marrë miratimin edhe nga Senati amerikan, ku drejtuesit e republikanë deri tani kanë shmangur hedhje në votim të nismave të ngjashme duke pritur orientimin politik të presidentit Trump. Edhe nëse kalon në Senat, mbetet e pasigurt nëse Shtëpia e Bardhë do të dekretoj, pasi ekziston mundësia e një voteje presidenciale, që nga rikthimi i Donald Trump në presidencën në janar të vitit 2025, ndihma amerikane për Ukrainën është skandalësuar ndjeshëm, ndërsa përpjekjet diplomatike pas një marrëveshjeje paqeje me Kievin dhe Moskës vijnë pa rezultat konkret.